Dy është zoti Belind Këlliçi, deputeti i Partisë Demokratike, bashkarisht po e dëgjonim zonjën Balluku. Mirë se vini. Kënaqësi të jemi së bashku në këtë bashkëbisedim. Në fakt, pas kaq shumë kohësh, ky është momenti i dytë pas deklarimit të parë që ajo ka bërë kur doli nga SPAK në fakt, kur tha gjithashtu se nuk do të ndëgjoni asnjëherë të atakoj drejtësinë, prokuror, gjyqtar e përsëriti edhe sot. Por këtë herë foli edhe për gjithçka i atribuohet asaj, qoftë ky një gjyq publik, siç ajo e cilëson, apo qoftë një akuza që i atribuohen sepse është një person në nënhetim dhe tashmë nuk është mosvëndës kryeministre dhe as ministre e infrastrukturës. Komenti i parë që më vjen në mend është duke e ndjekur edhe me atë zërin që dukej që përcillte emocione dhe kuptohet që nuk është një situatë e lehtë edhe personalisht për zonjën Balluku. Më vjen thënia epike e Pjetër Arbënorit në mendje që këta nuk janë socialistë, janë specialistë. Dhe të tillë janë. Edhe në ditën më të ulët, edhe kur janë të kapur në flagrancë në vjedhje, edhe kur është e faktuar katërcipërisht afera korruptive, edhe kur prokuroria shkon para Këshillit Rregullores dhe Mandateve dhe thotë që ne do të na duhen 2 kamion të mëdhenj me materiale për të sjellë tu përgjimet që janë bërë gjatë kësaj periudhe, që faktohet që grupi të Fordëve dhe persona me precedent kanë kërcënuar dëshmitarët për të ndryshuar dëshmit, për t'i kthyer ato në favor të zonjës Balluku, prap specialistët e tillë e gjejnë forcën për të dalë dhe për të gënjur publikisht në këtë mënyrë. Është kurajo shumë e madhe në fakt, edhe këta qofshin që arrin që të mashtrojnë opinionin publik dhe qytetarët në këtë nivel. Në vend që të zhdukej nga jeta publike dhe në vend të merrte me vete gjithë përgjegjësinë ligjore, politike dhe morale, është absurdi më i madh në këtë vend që ndodh që ti sheh një zyrtar të shtetit, zyrtarisht i pandehur dhe nën akuzë nga prokuroria e posaçme e vendit, që të mbajë leksione morali, që të flas në emër të historisë apo traditës saj familjare, në raport me gjyqet politike që në fakt i ka bërë partia ku zonja aderon dhe gjyqet publike dhe ekzekutimet politike i ka tradit partia e zonjës në fjalë. Dhe nuk i ka as pak as kundërshtari i saj politik, po edhe kjo prokurorie e posaçme është bërë e qartë dhe nga vetë avokatët mbrojtës të zonjës Balluku, që kjo nuk ka një tendencë politike, pra nuk ka një agjendë politike ky gjyq. Pra unë nuk e di se për çfarë gjyqi paralel flet zonja në fjalë. Megjithatë kuptohet tendenca, kuptohet ngarkesa emocionale, është e logjikshme e pranueshme, por të paktën sot do duhet të rinin urtë dhe do duhet të mos ndiheshin për ato që kanë shkaktuar buxhetit të shtetit. Shiko, kanë dalë përgjimet. Duhet shihni 2 persona, pra duhet shihni, edhe unë shpesh e kam thënë që kjo ka të bëjë edhe me rilindjen dhe me Partinë Socialiste si tipar. Formën, përmbajtjen e jashtme kur e shihni pra në formë, në propagandë, të veshur me një gjuhë të kuruar, me një zë që deri diku përcillte emocion, që tregonte emocion njerëzor, që të krijon një ndjesi personale njerëzore, dhe po të shihni komentet dhe mesazhet e zonjës Balluku në përgjime, se si fyen i drejtohet me epitetet më të ulta biznesmenëve, kryeministrit vet, palloshit gjatë preferuar, punonjësve, vargësve etj, kuptojnë që këto janë 2 botë të ndryshme. Pra, në realitet, kemi të bëjmë me një zyrtar të shtetit që me gjuhën më vulgare dhe me urdhrat më banal fut duart në buxhetin e shtetit, dikton se ku do të shkojnë tenderat, përcakton fituesit, përjashton persona të tjerë nga gara, ble media, sepse kanë dalë edhe përgjimet për një media caktuar që është media qeveritare, se si i kërkonte llogari vargësit saj e Vizberberi dhe i thonte që unë një po të kërkoj, të paguash një pronar medie me 700.000 euro, ndërkohë që çunat e tjerë po i paguajnë nga xhepi, ti i ke me lekë të shtetit dhe prap më krijon probleme dhe hik se sta kam ngjen. Dhe ndërkohë kur i sheh në media, pra këto janë bisedat reale, janë këto, janë mesazhe. Ai është karakteri i vërtet, fytyra e vërtet. Dhe kur i sheh në media, sheh një personazh krejt 180 gradë të kundërt dhe pa lidhje me realitetin. Ajo e nxiti drejtësinë, ta vazhdoi punën e vet. Patjetër. Shkoi të vërtetës deri në fund. Dhe ndërkohë ne i dim të gjithë historitë e vërteta, dim edhe të fortët, dim edhe personat me precedent penal që ndërkohë kanë kërcënuar prokurorët e kësaj dosje, prokurorin në mënyrë të veçantë, hetuesit e kësaj çështje dhe gjithë presionin që është bërë edhe ndaj dëshmitarëve të ndershëm dhe punonjësve të ndershëm të Ministrisë Infrastrukturës
që kanë deponuar dhe kanë dhënë dëshminë e tyre që kanë qenë të trysnuar apo të kërcënuar, të shantazhuar për të firmosur ashtu si ka kërkuar titullarja e tyre. Pra, sepse për një moment po ta ndiqe, edhe unë një moment po e ndiqja me ju, zonja Bruko, po ndiqnim deklaratën edhe duket sikur domethënë të vjen pak keq nga aspekti njerëzor, thua, por e pritëm se mos i kanë rënë qafë kësaj zonjës. Po kur shkëputesh emocionalisht dhe i rikthesh fakteve, dokumentave, provave, përgjimeve, komenteve, fotove, të gjithë të dhënave që janë konkrete dhe zyrtare, kupton që ke të bësh me specialist dhe jo me socialist. Ndoshta nuk u kap se mund ta kenë patur mendjen të gjithë tek reagimi i saj, por ajo ndërreshta tha diçka që vlen të diskutohet, ose së paku si mendoni ju. Ajo tha, unë ju drejtua stafit, pavarësisht mënyrës se si e keni përjetuar, kjo ka ndikuar tek ju familjarët tuaj, jam e bindur tha që Kraj Eneas, pra ministri të ri, cili ka shumë kohë në atë ministri, do të dini ta ka përceni këtë moment dhe të më lini mua të shkoj në jetën time politike dhe personale. Kjo paralajmëron qëndrimin e saj në politikë. Se këtu kam parasysh zhvillimin që presim të ndodhë në datë 12. Shumë të drejtë, ne e dim se çfarë do të ndodhë. Në datë 12, shikoj, javën e kaluar, unë kam qenë në këtë studio me një kolegen tuaj ku kam paralajmëruar ndryshimet në qeveri, largimin e të paktën 5 ministrave për të kamufluar në fakt arsyen reale pse po ndrohet kabineti, që është Balluku, dhe mbledhjen e grupit të asamblesë apo të kryesisë Partisë Socialiste, ku Edi Rama do të merrte vendimet. Sot ja ku jemi sërish bashkë, është e premte, është pothuaj një javë para zhvillimeve datës 12, dhe ju do të shihni që ditën e njëjtë Edi Rama do ta mbrojë Belinda Ballukun, bazuar në raportin që Ulsi Manja do të paraqesë, i cili ka shumë vështirë të paraqesë akoma raportin për vendimarrje në emër të Këshillit Rregullores të Mandateve, dhe madje do të fajsohet edhe PD-ja, do të fajsohet opozita, do të fajsohet kushdo në këtë vend përveç zyrtarit të saj që në fakt ka zbatuar porositë vetë kryeministrit Rama. Çfarë do të thotë kjo? Edi Rama është i destinuar të bjerë bashkë me Belinda Ballukun. Dhe unë këtë e them me bindje absolute. Historia politike e Belinda Ballukut është një kapitull i mbyllur. Kjo është një histori që nuk ka më shqiptar që nuk e kupton dhe nuk e analizon faktin që kjo është një histori, një karrierë e mbyllur në mënyrën më të keqe të mundshme për një zyrtar të shtetit apo për një politikan karriere. Pra i kapur në flagrancë me të paktën abuzime, në një rast 50 milion euro, në rastin tjetër janë 11 procedura në vlerë 1.1 miliard euro. Domethënë, këtu mbaron historia, mbyllet. Por në lojë është vetëm historia e saj penale dhe juridike. Dhe ky është një moment në cilin do duhet drejtësia të bëjë punën e saj, dhe derisa të kemi një vendim final, pa diskutim ajo ka gjithë drejtën e saj të luftojë për veten, për të vërtetën e vet dhe të mbrojë, pa diskutim. Por historia politike është një kapitull i mbyllur për të. Mendoni se është kështu? Por pa diskutim për çdo njeri normal. Por duke qenë se grupi i të fortëve i Ballukut dhe personat me precedent penal, të cilët Balluku ka përdorur edhe në rastin e intimidimit të dëshmitarëve, janë aq të fuqishëm dhe të lidhur ngushësisht edhe sa të intimidojnë dhe kryeministrin e vendit. Unë jam i bindur që Edi Rama do ta mbajë Belinda Ballukun, nuk do të votoj kërkesën e prokurorisë posaçme për t'i hequr imunitetin, dhe fundi i tyre politik dhe penal do të jetë i përbashkët në mënyrë të padiskutueshme. Balluku do të marrë me vete Edi Ramën. Balluku do ta marrë me vete dhe Balluku nuk do të bëjë apo nuk do të përsërisë atë skenar të saj familjar, ku rreth mos gaboj 50 vite më parë, gjyshi i saj pushkatoi dhe sigurisht pushkatoi në emër të partisë, dhe shpallej tradhtar. Sigurisht kësaj radhe kemi të bëjmë me një rast tjetër ku së bashku me liderin kjo dyshet do të shkojë në fundin politik, në atë fund që meriton në fakt një kryeministër si Edi Rama, që sot që ne flasim është kryeministri më i korruptuar në Europë. Në atë ditë, pra në datë 12, ju keni njoftuar protestën tuaj. E shtyt në fakt, e kishit njoftuar për datën 5, ju e lidhni me këtë çështje që do të diskutohet, prandaj dhe kemi shtyr. Pra kjo protesta juaj këtë herë do të zhvillohet në paradite? Ende nuk e kemi njoftuar sepse do duhet shohim edhe rendin e ditës. Pra do duhet të zhvillohet gjatë momentit që do të ketë një diskutim për këtë çështje. Do duhet që edhe ne si PD, edhe ne si opozitë, por të gjithë forcat opozitare, do duhet që të gjejnë një ekuilibër perfekt për sa i përket mbarvajtjes së asaj seance, sepse do duhet që qytetarët shqiptar, kushdo që do ndjek parlament atë ditë apo më pas në pamje filmike, në YouTube, në rrjetet sociale etj, do duhet të shohë një debat real në lidhje me atë kërkesë. Pra, më shumë atë ditë do të vlejnë argumentet
sesa do të vlej kaosi, zhurma, konflikti etj. Dhe kjo do të jetë dhe një arsye më shumë për t'i pamundsuar nga ana jon Edi Ramës, një skenar në cilin ai thotë shiko, për shkak të kaosit unë kisha të pamundur të zhvilloja mbledhjen e seancës plenare, kalova direkt në votim dhe mos jap asnjë shpjegim. Pra, ne nuk duhet t'i japim një alibi Edi Ramës për të prishur seancën plenare atë ditë dhe për të kaluar direkt në votim dhe me forcën e kartonave të rrëzojë kërkesën për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Kështu që për ne do të jetë një moment deri diku delikat i menaxhimit të asaj situate brenda dhe jashtë sallës parlamentit, por jam i bindur që do të ketë një përgjigje masive nga qytetarët e Tiranës dhe jo vetëm në raport me këtë model korruptiv të instaluar në qeverisje nga Edi Rama. Shiko, në thelb prap Ola unë i qëndroj asaj që kam thënë më parë, problemi nuk është as Balluku, as Veliaj, as Piropali me që e keni në media, as Ilir Beqja, as zyrtarët e tjerë të korruptuar. Problemi është sistemi që mbahet në këmbë nga një garantor që quhet Edi Rama. Dhe pa u larguar ky individ, këta lojtar apo këto masha apo këto leva janë thjesht emra të përvetshëm të zëvendësueshëm në çdo moment. Do të iki Balluku, ka ardhur një ministër tjetër, nuk mundet ta paragjykojmë sepse sapo ka nisur punën, deri tani nuk mundet ta paragjykosh, por çdo ministër tjetër që do të shkojë dhe do të shërbejë në kabinetin e Edi Ramës, pa diskutim do të shërbejë modelit ekonomik, politik që Edi Rama ka instaluar në qeverisje. Çfarë do të thotë? Është një individ i vetëm që në jetën politike, shoqërore dhe ekonomike shqiptare, edhe mediatike nëse ju doni ta quajmë, kontrollon gjithçka. Është vullneti i këtij individi që përcakton se kush i merr tenderat, kush ndërton, kush shpallet investitorët strategjik, kush shkon në burg, kush gjobitet, kujt i hidhet hotelin e erë, siç keni vuajtur ju si media rastin tuaj, kush merr favore nga qeveria dhe të gjithë ministrat e tjerë janë ekzekutorë të porosive të Edi Ramës. Ndaj dhe betejë e Partisë Demokratike tashmë është e fokusuar vetëm në një objektiv që quhet Edi Rama. Për ne pak rëndësi ka imuniteti Ballukut, për ne është flagrante dhe para syve të çdo qytetari shqiptar fakti që zonja në fjalë do duhet kishte ikur dhe do duhet i përgjigjet drejtësisë për aferat në të cilat është kapur në flagrancë, por nga ana tjetër personi që ka ekzekutuar gjitha këto afera dhe i ka ideuar është një dhe vetëm një, është Edi Rama. Ju keni parë dhe në përgjime që zonja Balluku thotë kjo është porosia e Ramës. Prite filanin i thot drejtorit të rrugëve, jepi këtë filan tender sepse ka folur me Ramën, pra është shkruar e zezë mbi të bardhë. Dhe bazuar dhe në këto përgjime dhe në këto indicje, nuk besoj se është e largët dita kur dhe Edi Rama do të thirret si person qoftë në ndjeni apo i pandehur para organit akuzës për gjithë këto afera. Nuk ka qytetar shqiptar, Ola, ta besoj që në Shqipëri vidhen të paktën bazuar dhe në raportin e KLSH-s, kontrollit lartë të shtetit, 1.2 miliard euro në vit dhe kryeministri nuk digjon. Të gjithë zyrtarët e tij hajnë kumbulla, fiq dhe dardha prapa kurrizit kryeministrit dhe ky individ që di dhe sa like dhe share merr në Facebook, sa komente i bëjnë dhe kontrollon në mënyrë kapilare gjithçka, çdo institucion të vendit, ky nuk digjon. Këtë histori, këtë fabul nuk e ha më njeri, nuk ka më shqiptar. Ndaj dhe betejë jon politike, kuptohet, është me kryeministrin, me modelin që ka instaluar në vend dhe me korrupsionin i cili ka njohur ritme të paimagjinueshme, jo për Shqipërinë, por për asnjë vend ballkanik ose edhe më gjërë. Vim pak të ajo që ndodhi dje në Kuvendin e Shqipërisë, se deklarimet tuaja kanë prodhuar ca reagime në opinionin publik. Pyetja parë që kam unë, e drejt për drejt është, përse duhet të ndryshonte sjellje kryetari i Kuvendit Peleshi pas shkarkimit të Spiropalit? Çfarë lidhje ka ai? Muajin e shkuar, ja u them unë, muajin e shkuar unë kam qenë në një vizitë zyrtare në Washington, së bashku me disa kolegë të Partisë Demokratike deputet. Po. Kam qenë i përjashtuar, duhet kuptoni, dje ka qenë seanca e parë pas 2 muaj e gjysmë që unë jam rikthyer në parlament së bashku me 5 kolegë tjerë. Po. Dhe kam qenë i përjashtuar së bashku me kolegët e tjerë se kemi kërkuar në seancën e datës 19 dhjetor që të futej në rendite çështja e imunitetit të zonjës Balluku, kërkesë urgjente e prokurorisë posaçme. Po. Na ka bërë përshtypje një detaj kur kemi qenë në Washington, fakti që të vetmit zyrtar të Partisë Socialiste që mundet të kishin takime apo akses në institucionet amerikane, nuk po flas tu për bordin e paqes që ka qenë një ceremoni inauguruese dhe thjesht një show në një farë mënyre për vendet anëtare, por personat politik që kanë patur takime politike përveç, nuk po flas tu për kolegët e mi, për Partinë Demokratike që kemi qenë në Kongres, në Departament Amerikan të Shtetit etj. Të vetmi 2 persona kanë qenë Elisa Spiropali dhe Niko Peleshi, që janë pritur edhe në Departament Amerikan të Shtetit, kanë patur takime edhe në Kongres në fakt. Por Spiropali bëri një gabim që nuk duhet ta bënte, politik, që shkoi dhe në shtëpi të bardhë.
arriti depërtonte edhe në një kontakt që pati në Shtëpitë Bardhë. Dhe në fakt që muajin e kaluar ne kemi paralajmëruar shkarkimin e zonjës Piropali pikërisht për këtë arsye, që do të vinte momenti që do të goditej nga kryeministri për shkak se në klubin e anglishtfolësve të Partisë Socialiste ka filluar që të flas deri diku logjika racionale dhe ka filluar të flas ndërgjegja. Dhe çfarë do të thotë? Reagimi im ndaj Peleshit ka qenë pikërisht për këtë arsye. Dje ka qenë seanca parë që unë rikthehesha dhe në vend gjeja një kuvend apo një kryetar kuvendit më të moderuar, më të qetë, më të relaksuar. E gjetet më të radikalizuar? I radikalizuar në ekstrem, duke provokuar gjatë gjithë kohës konflikt me deputetët e opozitës, për të mos patur fatin e zonjës Piropali. Për të mos patur fatin e zonjës Piropali, sepse Piropali ka mbase jetëgjatësinë më të shkurtër në drejtimin e dikasterit punëve të jashtme. Nuk di, sinqerisht e kam kundërshare politike, nuk ndaj asgjë me Piropalin politikisht, por nuk di të ketë patur ndonjë skandal apo ndonjë problem madhor në drejtimin e atij dikasteri në këto 5 muaj që ka qenë, apo nuk di të ketë ndonjë bilanc për cilin është bërë një vendimarrje politike dhe është shkarkuar zonja në fjalë. Pra këtë nuk e di. Dhe logjika e thjeshtë na e ka treguar që muajin e kaluar që për shkak të aksesit që u dha dhe mundësisë që pati jo vetëm këtu, por dhe në vendin mik tjetër, Gjermani, aty ku në një prej klubeve më me influencë, që unë e kam përmendur dhe ditën e djeshme, në China Club në Berlin, aty ku janë disa fuqi vendimarrëse shumë të mëdha, ku ka lidhje shumë të forta lobimi, Edi Rama nuk shkel më prej kohësh, por që kisha arritur të depërtonte Elisa Piropali, sigurisht, po të merrni parasysh edhe goditjen që po vjen dhe këmbguljen e shtetit gjerman për hetimin deri në fund të dy çështjeve korruptive, Balluku dhe Akshi, po të merrni parasysh deklaratat e deputetit gjerman, kryetarit të Komisionit Marrëdhënieve me Jashtë të Parlamentit Evropian, David McAllister, të bëra në Tiranë, që rasti Balluku është një test kritik për integrimin e Shqipërisë. Jo vetëm në Tiranë, edhe në Parlamentin Evropian. Edhe në Parlamentin Evropian, në Tiranë thanë në mes të vendit. Tregon një mesazh qartë nga miku ynë, fqinji ynë dhe shteti ynë, sigurisht partner kryesor në Europë, Gjermania, që gjermanët janë shumë serioz në luftën kundër korrupsionit dhe në kërkesë llogarie në raport me pavarësinë e institucioneve drejtësisë dhe me mosndërhyrjen e ekzekutivit në pushtetin e pavarur që duhet të jetë gjyqësori. Kështu që thënë këtë, Elisa Piropali e kishte parashkruar fatin e saj politik, duke patur akses në këto dhoma të një vendimarrje shumë të fortë politike, siç është në SBA apo në Gjermani. Për të mos patur fatin e saj, dje Niko Peleshi në mënyrë krejt të beft, të paarsyeshme, të palogjikshme, pa patur as edhe një tentativë nga opozita apo nga deputetët e PD-s për të prodhuar një konflikt apo debat, ishte i radikalizuar, përjashtonte, kërcënonte gjithkohon deputetët e opozitës, hiqte fjalën, i ishte zonjave fjalën, i ishte kolegëve të një fjalën, nuk lejonte të flisnin deputetët, domethënë një sjellje krejt e pa hishme, e pa dobishme dhe pa nevojshme për kreun e parlamentit. Zoti Kolliçi, kush aderon te grupi anglisht folësve në Partinë Socialiste? Përveç Piropalit edhe Peleshit. Do futem në... Jo, se kjo nuk kupton sikur aty brenda tani te ky grupi anglisht folës, pas ka një grup që po lufton të tjerët, pra kjo lufta brenda llojit në Partinë Socialiste duket sikur po lulzon tani. Ola, të themi të vërtetën, që dhe gjithë deputetët apo gjithë socialistët, apo dhe deputetët, apo dhe ministrat, apo dhe drejtuesit e lartë, Partisë Socialiste, nuk janë një lloj, kjo është e padiskutueshme, nuk mund të jenë të gjithë një lloj dhe nuk mund të jenë të gjithë fajtor për vendimarrjet e Ramës apo për ekzekutimin e vendimarrjeve të Ramës. Por që unë pa dashur të futem në spekulime politike apo në diversion politik, do të mjaftohem vetëm me Piropalin edhe me Peleshin, sepse këto janë fakte publike, pra ju i dini këto, pra nuk mund dhe dikush më thotë që ky nuk është fakt, se këto janë fakte, këto që po ju them unë deri tani. Po sigurisht që grupi është më i gjerë se aq, edhe ka dhe njerëz që i thrasin ndërgjegjës dhe që nuk janë dakord me këtë që po ndodh, jo vetëm Partinë Socialiste, po ndodh në Shqipëri. Balluku ishte pjesë e këtij grupi? Kaq mund të ma thoni, besoj. Nuk e besoj, ajo është pjesë e një grupi tjetër, shqipfolës, që ka të bëjë me të fortë dhe me persona me precedent. Tani, Piropali, duke ju kundërpërgjigjur asaj që ju thatë, edhe duke specifikuar që flet vetëm anglisht, po dhe gjuhë të tjera, por se shqipen e flet më mirë se çdo gjuhë tjetër, thatë diçka që gjithashtu filloi të interpretoj në mënyra të ndryshme në publik. E habitur jam, tha, për faktin se Berisha ishte i vetmi dhe jo një tjetër, që paralajmëroi shkarkimin tim.
Kjo krijoi dyshimin se ndoshta këtu kemi të bëjmë me një pazar mes dy liderëve të dy partive politike në vendin tonë. Vetëm kjo nuk Berishës dhe Ramës. Dhe po ju a them fare troç këtë lloj dyshimi që është ngritur në publik. Jeni personi i parë që po e dëgjoj këtë dyshim pazar Berisha me Ramën? Jo, absolutisht ky ishte mesazhi. Pra, analiza është kështu. Skëropali ka dashur të thotë këtë gjë me këtë mesazh të koduar. Skëropali ishte shumë i qartë në atë që tha. Skëropali mesazhin nuk e kishte as për mua, sepse replika ishte ndaj meje, po as për Berishën. E kishte për Ramën. E kishte për Edi Ramën dhe Belinda Ballukun. Po pra. Dhe nuk e kishte për çështje pazari, se për Berishën Skëropali bëj zëvendës kryeministre, apo për mua, apo për dikë tjetër në PD, por e kishte për luftën e tyre të brendshme, dhe e kishte për faktin që deri diku qarkullojnë fjalë që ka patur një veto të Ballukut për t'u larguar Skëropali nga ministre e jashtme, sepse ajo fliste me një logjik normale kur fliste me partnerët huaj në raport me korrupsionin dhe krimin në Shqipëri. Por e paralajmëroi Berisha largimin e Skëropalit. Asnjë nga socialistët në këtë kuptim. Sigurisht, sepse asnjë nga socialistët nuk ka kurajo të flasë për vendimarrjet e Edi Ramës, asnjë. Dhe ndërkohë ka qenë Berisha që ka folur për këtë vendimarrje që pritej dhe që ndodhi në fakt, sepse është lojë politike e qartë fare. Është xhelozi politike dhe është izolim politik që i ka ndodhur dhe ndërprerje karriere mund mes që i ka ndodhur Skëropalit. Dhe ta garantoj që në radhët e Partisë Socialiste nuk do të flisë askush. Berisha ka folur qartë që Skëropali kaloi nga klubi i lubistëve, pra i mbështetësve të Belinda Ballukut, në klubin e anglishfolësve, në njerëzve që flisin me logjik normale. Kështu që vetëm marrëveshja apo marrëdhënia mes Edi Ramës dhe Berishës nuk mund të ketë, përkundrazi, mesazhi i Skëropalit ishte për këtë dyshe që ju keni në ekran, për Edi Ramën dhe Belinda Ballukun, dhe për t'i dhënë një mesazh shumë të qartë politik dhe për të fituar deri diku kredo politike me socialistëve, duke u hequr si një viktimë e Sali Berishës. Ndërkohë Berisha as nuk e ka as në RFN, as në radar Skëropalin dhe gjithë Skëropalit e Partisë Socialiste. Dhe pyetja e fundit, se koha ka fluturuar dhe di që ju duhet të largoheni, keni depozituar një kërkesë për përjashtimin e Taulant Ballës me 60 ditë nga Kuvendi i Shqipërisë. Ai numri 0900 u sqarua nga zoti Balla është një numër i Bashkimit Evropian, aty ku njerëzit mund të kontaktojnë edhe mund të depozitojnë ankesat e tyre. Të paktën kështu e dëgjova të deklaronte në seancë parlamentare, pas gjithë kaosit që u krijua. Një mashtrim tjetër, ja ku e keni publik numrin që thot zoti Balla. Të lutem kamera na ndihmo ta shikoj publiku. Dhe ka gënjur historikisht zoti Balla, numri të cilit zoti Balla i referohet është një numër që nuk është me 0900, ja ku e keni, nuk e dija është e kamera. Ja, një sekundë sa ta fokusojmë. Në poshtë të ekran, në fund të ekranit poshtë, urdhroni, nuk e di a fokusohet, ta të rejshun pak, në base ta shini më mirë. Dhe po ta shini, numri në fund është me 0800, është një numër plus 800, 67, 89, 10, 11. Nga ora 9 deri në orën 6 në çdo moment. Dhe numrat me 0900 në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian njihen si numra që i përkasin hotline, shërbimeve ekstra, të kënaqësisë personale etj. Dhe është sulmi më i ulët dhe më i turpshëm që mund të jetë bërë një gruaje, një deputete, një zonje, një nëneje në sallën e Kuvendit të Shqipërisë, një nëne. Kështu që thënë këtë, ndjesa e tij sërish është e papranueshme. Është prap një gënjeshtër, ajo që ai ka thënë, është munduar që ta kamuflojë skandalin që ka prodhuar ditën e djeshme. Minimumi që do duhej të bënte Niko Peleshi, pra kthehemi prap ke Niko Peleshi, ishte të përjashtonte menjëherë nga seanca Taulant Ballën, dhe kjo kërkesë që ne kemi bërë për përjashtimin e tij 60 ditë është minimumi i mundshëm që meriton një politikan i tillë që përpos dosjeve stiv që ka në SPAK dhe akuzave më të rënda për përfshirje drejt për drejt me krimin organizuar dhe me bandën e Elbasanit, gjen kurajon shkon dhe fyen një zonjë deputete në mes të sallës Kuvendit të Shqipërisë, fakt i pandodhur asnjëherë më parë, që bën me turp jo vetëm Taulant Ballën, jo vetëm Niko Peleshin, por mbi gjitha bën me turp të gjitha deputetet zonja, gra të nderuara edhe të Partisë Socialiste që nuk patën një qendrim, sepse në këtë rast jemi edhe para 8 marsit, minimumi do duhet kishte një shprehje solidariteti në raport me atë që i ndodhi zonjës Albana Vokshi, që nesër mund të ndodh kujdo. Imagjinoni kur gjehet kurajo bëhet kjo me një deputete dhe me zëvendës kryetaren e organizatës së grave të Partisë Popullore Europiane, të IPP Women, imagjinoni çfarë ndodh me një nënë të zakonshme, me një grua të zakonshme, me një zonjë të zakonshme në Tiranë apo në Shqipëri.
Faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit ju. Kënaqësi. Bëjmë një shkëputje publicitare, rikthehemi sërish pas pak. Në pjesën e dytë do të flasim për zhvillimet më të fundit në Kosovë. Ju e dini që Kosova ka shkuar tashmë, do të shkojë tashmë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Presidenti Osmani shpërndau kuvendin. Kështu që kthehemi pas pak dhe diskutojmë.